Të nderuar shikues, mirëmbrëma, do të njihemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të ndiqni. Shtyhet afati i kartave të identitetit që skadojnë deri në 11 maj, duke i dhënë mundësi mira qytetarëve të votojnë, policia kalon në gatishmëri për 11 maj. Prokuroria e Përgjithshme regjistron 44 çështje për krime elektorale, pjesa më e madhe e kallëzimeve janë bërë në Dibër e ndjekur nga Tirana dhe Elbasani. Edi Rama mbyll fushatën në Fushkruj dhe bën bilancin e qeverisës 12 vjeçare në 11 maj, votoni për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Qeveria vendosi të zgjasë afatin e vlefshmërisë së kartave të identitetit deri në 31 maj. Kjo për të dhënë mundësinë të votojnë edhe atyre që u skadojnë dokumentat e identifikimit. Lajmin e ka bërë të ditur Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha, i cili tha gjithashtu se policia ka kaluar në gatishmëri për zgjedhjet. Të gjithë qytetarët e cilëve u skadon karta identitetit me 11 maj, pikërisht në ditën kur zhvillohen zgjedhjet parlamentare, nuk do të privohen nga drejta votimit. Këshilli i Ministrave vendosi në mbledhjen e kësaj të mërkure shtyerjen e afatit për ai ditë, të cilët skadojnë me 11 maj, duke vendosur një afat vlefshmërie deri me datën 31 maj. Nga një analizë të dhënave rezulton se janë një numër i konsiderueshëm shtetasish me të drejtë vote, të cilëve u ka kaluar apo u skadon afati i vlefshmërisë së letër njoftimit elektronik dhe pasaportave biometrike deri në datën 11 maj. Sipas këtij vendimi, afati i vlefshmërisë së mjeteve të identifikimit, letër njoftimeve elektronike dhe pasaportave biometrike që përfundojnë në datën 11 maj 2025, shtyhen deri në datën 31 maj 2025. Ministri i Brendshëm garantoi se policia ka kaluar në gatishmëri dhe ka marrë të gjitha masat për mbarvajtjen e procesit të votimit dhe të numërimit të votave. Janë marrë ndërkohë të gjitha masat për mbarvajtjen e procesit zgjedhor nga pikpamja e sigurisë. Policia e shtetit do të kalojë në shërbim të përforcuar për të përballuar me sukses procesin para, gjatë dhe pas mbylljes së votimit, duke zbatuar me korrektësi ligjin dhe detyrimet që rrjedhin nga kodi zgjedhor. Në fund Hoxha tha se kompeticioni Giro d'Italia që do të zhvillohet në datat 9, 10 dhe 11 maj nuk do të privojë asnjë qytetar për të votuar. Ndërsa dita e zgjedhjeve afrohet, janë shtuar edhe hetimet për krimet elektorale. Prokuroria e Përgjithshme bëri të ditur se janë 44 çështje të regjistruara në të gjithë vendin. Pjesa më e madhe e kallëzimeve janë bërë në Dibër e ndjekur nga Tirana dhe Elbasani. 4 ditë nga parlamentarët e 11 majit, Prokuroria e Përgjithshme regjistron 44 kallëzime penale për krimet zgjedhore. 9 prej regjistrimeve janë bërë nga SPAK, 19 prej policisë gjyqësore dhe policisë së shtetit, 2 nga qytetarët, 6 nga partitë politike dhe 8 të tjera të nisura kryesisht. 5 kallëzime janë regjistruar në Prokurorinë Fier, 3 në Prokurorinë Sarandë, 2 në Prokurorinë Durrës, 7 në Prokurorinë Tiranë, 2 në Prokurorinë Gjirokastër, 3 në Prokurorinë Kukës, 3 në Prokurorinë Lezhë, 9 në Prokurorinë Dibër, 2 në Prokurorinë Vlorë, 1 në Prokurorinë Korçë, 2 në Prokurorinë Shkodër dhe 5 në Prokurorinë Elbasan. Një ditë më parë, bilance për krimet elektorale u bë edhe nga Prokuroria e Posaçme. SPAK njoftoi zyrtarisht se ka marrë 115 kallëzime. 25 prej tyre janë referuar nga subjektet politike, e 35 të tjera janë regjistruar në platformën online. Megjithatë, vetëm për 35 prej tyre është kryer regjistrimi. Prej krijimit të task force-s që ka për detyrë monitorimin dhe transparencën në zgjedhje, në terren kanë zbarkuar SPAK, Byroja Kombëtare e Hetimit, por edhe prokuroritë e qarqeve respektive, të cilat janë në gatishmëri. Në krye të saj është kryeprokurori Altin Dumani. Kryetari i Partisë Socialiste, Edi Rama, ishte në Fushkruj për takimin në mbyllës të fushatës në këtë qytet. Ai bëri një bilanc të arritjeve duke risjellë në vëmendje procesin e rindërtimit pas tërmetit, ndërkohë Rama kërkoi voto në 11 maj për të vijuar reformat dhe për ta bërë Shqipërinë pjesë të Bashkimit Evropian. Më të bukura, më të forta. Fushkruja ishte ndalesa e radhës e kreut të Partisë Socialiste Edi Rama në kuadër të takimit për mbyllës të fushatës në këtë zonë. Rama nisi fjalën duke sjellë në vëmendje menaxhimin e situatës së tërmetit me strehimin që u bë banorëve në apartamentet e reja. Ne faktikisht kemi përmbyllur të gjithë detyrimet tona
me shpërndarjen e 350 apartamenteve të fundit që kanë mbetur vetëm për shkak se respektuam këtë periudhë zgjedhore që ka disa rregulla të caktuara, kështu që lart në Krujë këto apartamente do të shpërndahen menjëherë pas zgjedhjeve. Ne arrim në një total prej mbi 1100 shtëpish të reja, më të bukura, më të forta, falas për të gjitha ato familje. Kreu i qeverisë shpjegoi projektet aktuale duke kërkuar mbështetjen e banorëve për më shumë investime. T'i japim mundësi njerëzve në këtë moment të shohin se çfarë ka ndodhur përtej zonës tyre, çfarë ka ndodhur përtej horizontit të punëve tyre të përditshme. Gjithçka kemi mundur dhe s'kemi lënë pa bërë asgjë të mundur për ta ngritur në një nivel tjetër këtë qark, për të ngritur në një nivel tjetër Krujën, Durrësin, Shijakun dhe vetë Shqipërinë. Dhe tani jemi në një fazë të re kur, siç ju kam thënë kur kam ardhur këtu përpara, që në 4 vite të ardhshme do bëjmë më shumë se ç'kemi bërë në vitet e tjera të mbledhura së bashku, ju them të njëjtën gjë. Në 4 vite të ardhshme do bëjmë edhe më shumë se sa ç'kemi bërë në të gjitha vitet e tjera të mbledhura së bashku. Vota e emigrantëve shqiptar në Greqi sipas Partisë Demokratike po manipulohet. Opozita thotë se persona të panjohur po marrin zarfet edhe po plotësojnë fletët e votimit në shkelje të hapur të ligjit. Partia Demokratike denoncoi sërish parregullsi në procesin e votimit shqiptarëve që jetojnë në Greqi. Drejtuesja politike për diasporën Josefina Topalli në një komunikim me gazetarët deklaroi se opozita ka marrë vazhdimisht informacione se në shtetin fqinj persona të paidentifikuar po marrin zarfat me fletën e votimit, të cilat u përkasin qytetarëve po votojnë në emër të tyre. Topalli shpërsoi tonë duke akuzuar shumicën qeverisëse për manipulim të procesit zgjedhor në Greqi. Ajo që po ndodh në Greqi është një kapitull totalisht i një krimi zgjedhor dhe një manipulimi thellësisht politik që po ndodh të votës në Greqi. Domethënë, shkurja për të tërhequr pa identifikim, për të marrë zarfin apo për të dorëzuar zarfin dhe jo një zarf, po disa zarfe, faktikisht e bën të pavlefshme votën që është marrë në mënyrë ekstraligjore. Sipas opozitës, shkelja e kodit elektoral është masive në Greqi. Njerëz të pa identifikuar, pa i kërku identifikimin e tyre, marrin jo një, por edhe 10, edhe 20, edhe 50, edhe 100 zarfa votimit dhe i kthejnë në këto lokale, pa vendosur firmën e tyre dhe pa dorëzu shenjën e identifikimit të tyre. Nëse një vot hidhet në një lokal të lojrave të fatit dhe në të njëjtën kohë, në errësirë, pa identifikim dhe pa firmë të personit që i merr, sigurisht që kjo nuk është një vot që mund të vlerësohet. Partia Demokratike ka kërkuar zyrtarisht KQZ-s të bëjë audit për votën e shqiptarëve në Greqi, ndërkohë që i bëri thirrje Osuboj Audirit të vëzhgojë procesin në shtetin fqinj. I kërkojmë SPAK-ut që të bëjë një hetim penal dhe të përgjigjet pyetjeve se kush janë ato të cilët po thyejnë ligjin dhe po marrin pa identifikim dhe pa nënshkrim votën që është një vullnet i besimit të qytetarëve shqiptar. Partia Demokratike denoncoi edhe një tjetër parregullsi me votën e diasporës. Sipas saj janë më shumë se 100 raste ku votuesit e kanë emrin edhe në listën e diasporës edhe në listën e zgjedhësve brenda vendit, duke krijuar dyshime se ata mund të votojnë 2 herë. Një ngjarje kriminale është parandaluar nga policia e Tiranës. Efektivët kanë arrestuar në fshatin Kus 48 vjeçarin Luan Alla, i cili gjatë një operacioni qelloi me armë ndaj policisë. Fillimisht uniformat blu kishin marrë një telefonat për dhunë në familje, pasi arrestuari dhunonte bashkëshorten dhe fëmijët e tij duke i kërcënuar me armë zjarri. Në momentin kur ka parë policin, Luan Alla ka qelluar me armë në drejtim të tyre dhe duke përfituar nga errësira është larguar në drejtim të një zone të pyllëzuar. Shërbimet e policisë arritën të arrestonin 48 vjeçarin pas 2 orë kërkimesh, ndërsa sekuestruan armën Kalashnikov me fishek në fole dhe një thik.
Operacioni për gjetjen e trupit të fadromistit që u zhduk në masivin e mineralit të kromit në Klos janë bashkuar edhe forcat e sigurisë së Kosovës. Përveç mjeteve të rënda, kërkimet po bëhen edhe me aparaturat specializuara. Kërkimet për gjetjen e 29 vjeçarit Ardit Beshiri, i cili u rrëmbye bashkë me mjetin eskavator teksa po punonte në një stog minerali në zonën e njohur si Qaf Burrel të Klosit, vijojnë pa ndërprerje. Grupeve të kërkim shpëtimit janë shtuar edhe ekipe nga forcat e sigurisë së Kosovës, të cilët kanë bërritur këtë të mërkur pranë vendit ku po zhvillohen kërkimet. Deri tani nuk është gjetur asnjë shenjë e 29 vjeçarit, por vetëm mbetje të mjetit eskavator, me të cilin ai po punonte në momentin që u rrëmbye nga rrjedha ujit dhe inerteve, si pasojë e çarjes së një prej rezervuarve të filtrimit të ujit. Kërkimet po bëhen me mjete të rënda, me kranga ana e ushtrisë dhe me anë të disa aparaturave që detektojnë trupa nën tokë. Ardit Beshiri ka qenë duke punuar me eskavator në stokun e fabrikës së përpunimit të kromit, e cila muajt e fundit shfrytëzoi nga një shoqëri kineze. Në rrethana ende të paqarta është çfarë rezervuari dhe nga vërshimi i ujit dhe inerteve, i riu ka humbur jetën. Kuvendi i ri i Kosovës ka dështuar edhe këtë të mërkur të përmbyll me sukses konstituimin e tij. Opozita po diskuton idenë e një qeverie tranzitore, një propozim që lëvizja vetëvendosje e quan jo serioze. As 3 muaj pas zgjedhjeve parlamentare të nëntëshkurtit në Kosovë, deputetët nuk kanë gjetur dakordsi për konstituimin e kuvendit. Edhe në seancën e 12 që u mbajt këtë të mërkur, procesi dështoi me Albulena Haxhiu në emër i propozuar nga vetëvendosje, e cila nuk mori votat e mjaftueshme për t'u zgjedhur. Seanca e fundit vjen pas disa lëvizjeve nga subjektet politike për të gjetur një zgjidhje. Kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti dërgoi 2 ditë më parë një ftesë lidhjes demokratike të Kosovës për të bashkëqeverisur. Ftesa u refuzua nga LDK, e cila tha se nuk do të bashkëpunonte me Kurtin, por ju kërkoi partive të tjera shqiptare të nisin diskutimet për një qeveri tranzitore. E kemi thënë, nuk jemi të interesuar të kemi një qeveri me lëvizjen vetëvendosje. I kemi ftuar të gjithë, i mirë presim qoftë se vinë dhe ulemi, nuk kemi vendosur asë një kusht, sepse gjithë shka do t'jetë subjekt i diskutimit në këtë rrjedhë të përbashkët. Nga lëvizja vetëvendosje kanë konsideruar propozimin e LDK për qeveri tranzitore si jo serioz. Ne kemi ofru bashkëpunim politik, si që dini, pra kemi ofru fillimisht bashkëpunim për konstituim të kuvendit, është refuzuar. Ne ftuam LDK-n që të bashkëpunojmë edhe kemi bashkëpunim edhe politik. Megjithatë e pam që dikush si Lumir Abdigjiku, që në vazhdimsi ka thënë se nuk është interesuar për zgjidhje afat-shkurt, por për një qeveri stabile që mandatin deri në fund, ishte pikërisht ai që refuzoi këtë ftesë për një qeveri afatgjate dhe propozoi që të ketë një qeveri tranzicionale. Partia Demokratike e Kosovës, e cila doli e dyta në zgjedhje, bëri të ditur se zgjedhja e ngërçit politik bëhet e mundur përmes ndryshimit të kandidates për kryetare të kuvendit, ndërsa nënvizoi se është e hapur për të diskutuar propozimin e lidhjes demokratike. Limaj dhe Haradinaj gjithashtu kanë thënë se do t'i përgjigjen ftesës së Abdigjiut. Ktu kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.